Në shkatruara tani. Dhe është në rënime sipër. Ajo që më vjen, kjo ka të bëjë me kujtesën, kjo ka të bëjë me politikat e kujtesës, me atë që tham. Sa din për Spaçin, sa din për Qafbarin, sa din për Borelën. Po si është pallatit, ë? Po, kufientë të dënuarit. Pallati. Po se pallati është 3 kaç, po. Tash i Biruc, okay, po varet sa veta flinin në atë lloj. Sa flinin? Po sa flinin pra, 30-40 janë këto kujtimet e unë kam shkuar e kam parë. Një dhomë 40 veta. Të tregoj diçka, mirë Spaçi që është bërë çik më PR dhe di sot që duan të bëjnë një muze, po jo në Spaç. 7 kilometra poshtë ku është pjesat e rruga që merr për Spaç për në Kodër, aty duan ta bëjnë muzeun në Spaçit. Po pse? Sepse do lodhen turistët shkojnë deri në sajt, në Spaç. Rruga nuk është e mirë dhe ta bëjmë më mirë këtu. Po nëse nuk shkonte sajti i memorjes, po sepse është një mënyrë aty në Spaç. Ti ke parasysh këto debatet që janë bërë minatorët e Spaçit që kërkojnë ende, ose me ngjanë çik me retrospektivën e minatorëve të burgosur në Spaç, në kamp riedukimi ka është. Kamp riedukimi, kamp, jo burg. Kamp riedukimi, ky është gabimi, po çon si ka nocione, termat. Ideja është jeta që bëhet aty të burgosur ishin kamp riedukimi, nuk është se ishin kamp shplodhje. Riedukoheshin me punë, me kalitje dhe po Qafbari. Po, është i rënuar. Do të shkosh në Qafbar, unë kam çuar studentët në Qafbari. I kam çuar në Qafbari. Edhe këtu i ke çuar? Po, këtu disa herë. Në kapin e Tepelenës. I kam çuar studentët në Qafbari, ishin vjet. Si mund mos rëni historinë edhe pa i çuar? Pa aq më tepër. Janë studentë historisë dhe kemi çuar me një mbështetje të OSBE-s dhe më propozuan Spaçin. I thash, në Spaç kemi shkuar, është mirë të shkojmë Qafbari se nuk e njohim. 4 orë për të shkuar sepse rruga është dhe ankuan studentët zyshku na solle 4 orë sepse nuk din pra, pavarësisht pasaj bisedave që ishte, se ishte në kuadër të përkujtimit të 3 voltës. Me çfarë keni çuar? Nëse beja mori me furgona, mos i çu me kamiona me ato kamionat e famshëm të ushtrisë, ato si quhen. Por me furgona shumë mirë, me ajër të kondicionuar, si ishte dimër, dhe prapë ankuan. Dhe i thash, ju kam sjellë në Qafbari Kastilet për të bërë 4 orë rrugë në Tirana, për të kujtuar ata familjarë që vinin shkonin Qafbari, sa orë bënin dhe rinin 30 minuta, 1 orë për takuar të dashurit aty dhe për të kthyer foto tjetër në Tiranë. Poshtë Enver Hoxha Roft Regani. Regani, wow, e çfarë video është super. Trak. Ky është trakt. Ka trakte. Unë kam parë të tjera. Trakte, këto janë shenja guximi, por është periudha e izolimit, ku njerëzve i ka shkuar sepse është ëndër Amerikës, ne gjithmonë jemi të atashuar, por shikosh një student më ka pyetur. Perceptimi jon për Amerikën është Ore, ku ishte kaq i keq ky Enveri, si nuk bëri një akt dikush te Enver Hoxhës? Për ta vrarë. Ore, se ka qelluar njëri me llastike. Tani kjo është pyetje e bukur e studentit, ë? Si përgjigjet profesoresha e historisë? Unë kam bërë debatet forta me Timat. I thora, si e keni majt 45 vjet Enveri më bab. Si ka mundësi se ajo revolta dhe kam qenë gjimnaz në universitet. Një çik rebele në aspektin e debateve. Ai ka qenë mësues historie në gjimnaz kombinat dhe mundoi shkreti në pension, mundoi shkretit të më sqaronte si qysh. Po unë bëj pyetjen tash si ka mundësi që ne 35 vjet mas komunizmit nuk po paqtohemi me dhunën. Do thoshe si ka mundësi 35 vjet mas komunizmit nuk kemi hequr filani dhe filani? Mos nuk paqtohemi me dhunën. Domethënë si pranojmë agresivitetin. Polarizimin e shoqërisë. Atëherë ne i meritojmë? Ja, nuk mendoj që e meritojmë sepse është një rreth vicioz i mirë menduar, i konstruktuar në mënyrë të tillë që ne trotullohemi në një sistem shumë problematik, që quhet stabilitokraci. Po ne nuk mund të kemi drejt, nuk mund të prodhojmë një udhëheqës si Regani dhe si John Kennedy. Ne do prodhojmë udhëheqës si Sali Berisha, Fatos Nano, Ilir Meta, Edi Rama. Pse? Po ata jemi ne? Po jo, nuk jemi ne ata. Po kush janë? Mos mendoj që jam njësoj. Po pse votojmë pastaj? Ju jeni njësoj? Pse votojmë? Varet kë votojnë njerëzit, po kjo është demokracia, pra vullneti i lirë dhe se sa njerëzit janë të aftë. Pse votojnë Sali Berisha? Për të kuptuar, po sepse janë nostalgjik, siç votojnë, siç shkojnë në festa me nostalgjik të Enverit. Njësoj janë. Po nuk është gjithë popullata, po të shikojmë në aspektin studimor. Jo, shumica them. Jo shumica. Po të shikojmë në aspektin studimor, në aspektin kuantitativ, sa veta shkojnë të votojnë, sa është përqindja e votuesve, i pat në Vlorë sa ishin? 12. Këta janë vlonjatët. Është sistemi pra duhet ndryshuar sistemi, po kush do ndryshoj?
Të ka vënë një poezi këtu që është kështu për të qeshur. Shoku Enver na mëson të vigjilojmë gjithmonë se armiku bën presion me radio televizion, flok të gjata e kauboj, do që ne vetë na utoj, mendje ne se turbullojmë, shoku Enver e dëgjojmë. Ka aty taj libri disa poezi. Më kjo është ajo si në Rinas që i prisnin flok të gjata turistëve, ka një reportazh fantastik të futbollistëve Beckenbauer ka një reportazh fantastik a suedeze daneze e kam gjetur në arkiv, pastaj gjeta edhe në media, është fantastik dhe me ngjyra. Francez mos gaboj. Jo, danez ose suedez, më duket se është danez. Më kujtove danez. Në gazetën më të madhe të Danimarkës, zysh po ta them se kam se harroj, ajo që u doq që parasysh që pati atë të karikaturave të Muhamedit. Mbas se unë kam pas fatin të shkoj atje dhe nuk kisha mundësi, kam qenë me Lut Dervishin, arkivi i asaj gazete me foto nga Shqipëria ishte i jashtëzakonshëm. Po kam përshtypjen. Unë vetëm i kam parë, se smeja do të vinë avion. Në arkiv të shtetit është ky reportazh dhe me raportet që bëhen Enver Hoxhës, jo, gazeta. Edhe përkthyer në shqip, më duket se është ndanim, prandet e daneze. Unë kam të shqip. Dhe çfarë thosh atje? Dhe atje thoshte pikërisht për këtë gjë, domethënë prera flokëve, njeriu i ri, kalitja, ai konformiteti, korniza e diktaturës. Flokë të gjata e kauboj, do që ne vetë na utoj. Po. Armiku po është periudha që. Po pse të na sulmonin me i tha? Njerëz mezi dëgjonim çeftas italianin, Canzonisimën, qoftë edhe hit paradin e Jugosllavit, Podgoricës apo qoftë Titogradit apo qoftë edhe të Sanremon, Beatlesat. Për shembull Spartak Ngjela te libri vet që ka në mënyrë fantastike të shpjeguar. Ata bunkerët tha nipi gjyshin. O gjyshi tha pse I kemi këta bunkerët ne? Që mos na sulmojnë. Po kush na sulmojnë? Amerikani. Po pse të na sulmojnë, tha? Që mos na vjedhi, tha. Jo, na sulmojnë që të na vjedhi këtë që po ndërtojmë ne dhe ata se ndërtojnë dot. Kjo është skizofrenia apo është sistem? Po tjetër. Kjo është pjesë e çmendurisë totalitarizmit. E ka ndashur, ë? Emancipimi. Jo, një sekond, këtu të bëjmë një pyetje të rëndë. Të tregoj diçka? Zonja Papa, këtu e ka ndashur Enver? Më këtu është kulti, pse sot nuk e duan Edin, nuk e duan Saliu, nuk e duan Ilirin. Luzim bashkë. Po dhe bashkën qoftë, po qoftë të gjithë kryetarët e partive. Ky është kulti I udhëheqësit. Të çmendur. Kur vdiqën Veri, un kam qenë në klasë të 4, se më ndërkin pas një zysh Marien, pastaj Qave? Ato po them, atë qarë që kanë bërë, mbaj mend, jo të tërë, po tjetër, se unë isha brainwash në një farë mënyrë, lavashtrurim ishte për shkolla. S'ka ndonjë. Qave? Po isha fëmijë. Në 85-ën kam qenë sa I bie 9 vjeçe, klasë 3, klasë 4, nuk e mbaj mend zysh Marien të matematikës, një shumë e rep, një sert, tipike zysh matematike, pastaj kam marrë vesh që ka qenë e përndjekur, shumë aventura, më ka shumë keq. Por mbaj mend që kemi qenë pushim, dhe ja them për herë studentëve, kemi qenë pushim të madh, te Universiteti të Oborin, mbledh dhe po vënoheshin gjithë. Thoshim, "Ua, çka ka bërë vakisë, pushimi sa do zgjasë çerekore maksimume." Pushimi më çka ka bërë s'po dilnin as zyshat as profesorët. E mbaj mend një moment vin dalin gjithë duke qarë. Edhe ajo ndjesia parë ka qenë kush ka vdek. Po s'më shkojmë as në verë se as kishte lidhje si një fëmijë 9 vjeçar. Dhe kur shohëm mendja parë ishte mos ka vdek drejtoresha, se s'ka mundsi gjithë ajo qarë. Kur shohëm del drejtoresha, thash, çika gjallë, na fusin klasë, vjen një pioner I klasave 8 vjeçarës dhe na vën një shiri të zezë të Enverit. Të gjithë fëmijët pikëlluar, të gjithë atmosfera në shkollë e tillë, shkojnë në shtëpi, e pikëlluar me autobus, siç ishte, shkojnë në shtëpi dhe shofti me më dhe ti mat as qanin asgjë. Edhe mblodha. Jo. E pastaj fillon, aty kuptova, aty dhe te Pashka, mënyra se si festoi Pashka në shtëpinë time. Domethënë aty kuptova, ai janë ato shkëndijat e parë, krisjet e parë të një mozaiku ideal. Idilik pak do thoja, por sepse unë patjetër fëmijë fatos pioner, yllk fatos pioner e Enverit deri te rinia. Xhaxhi Enver. Xhaxhi Enver. Do kemi një ndërprerje publicitare të shkurtër dhe kthehemi sërish me fotot me vërtet shumë interesante komentet që ju keni bërë.